Shikoj ky spec sot, jemi 11 prill 2025 nga Kozari, ha? Nga Kozari, po. Shumë mirë. Me sa po shkon sot ky? Sot është 14 lekë. 1400 lekë? Mjell shumë si përfaqe? Me super, unë grumulloj vetë dhe sjell në për pikat. A e grumullon atyre fermerëve dhe sjell tu? Ja pikë sekondare. Shumë mirë. Tani fillon me fjalë, tani fillon. Tani vazhdon rallë, për shembull, se ka pas çik njerëz në kohë, por tani prodhimi vazhdon rallë. Veç specit aty është fillon edhe domate. Tomate, djeks, çdo gjë ka. Shumë mirë. Sepse aty është zona më intensive që ka sot Kozarja, Kuçova, në tërësi gjitha Japoshnja. Komplet zona jonë ka prodhim pa parë. Kryesisht speci. Mi fjalë edhe ky reklamim s'ka pasur, mi fjalë nga ndodhi me pesticide dhe kështu. Jo, asnjë problem. Se ti ke ditë që bie këtu. Asnjë problem, kam 3 muaj që na periudhë. Unë asnjë problem. Ju nduroj atëherë një sezon të mbar, gjithë mirat. Pastër që është. Besnik, ti pa dorëzon këtu? Me sa po shkon sot? Aty ke 11 lekë. 1100 lekë. Shumë mirë. Kjo është i gjithë për eksport? Po. Kultivon shumë aty ti? Nuk kam 4 dile. 4 dile me serë. Veç trangullit çka ke tjetër? Ka dhe një domate. Ke dhe domate? Shumë mirë. Ti aty punon si familje? Po, si familje. Këta janë duarartët e Darsis, sepse shumë kusht më thotë që jo, po s'ka mundësi, por kjo është një realitet. Dhe janë bërë analizat dhe këto është prodhimi është shumë i pastër. Po. S'ka pas asnjë lloj reklamimi, as rapi, as kastrioti. Ju do duroj atëherë një sezon të mbar, edhe jo vetëm për trangullin, por edhe për domatën e gjithë tjera. Faleminderit.